ndoshta mund të jetë një nga skenarët e mundshëm që po kërkon të heqjen e kësaj non grate për ta trashëguar më pas partinë tek e bija duke qenë e pastër pak të peshën e non gratës, Këto janë teori që për cilët s'kam asnjë lloj informacioni dhe nuk do guxoja të futesh në spekulime të këtij lloji. Edhe një pyetje të fundit kam për pasaportën në 2030, por edhe për drejtsinë e re, duke qenë se ishin dy kartat e qeverisë, e shumicës socialiste që po tenton mandatin e 4. I korri PS-ja frytet e drejtësisë së re të kapitalizuara në vot? Jo, mendoj që nuk i ka korrur, nuk është se ka përfituar PS-ja ndonjë gjë nga kjo histori, përkundrazi edhe ajo natyrisht është dëmtuar. Por nuk është dëmtuar aq sa do dëmtojnë në një vend normal. Domethënë shqiptarët vazhdojnë kanë gjithë këto vite kanë vazhduar të votojnë për një qeverisje të korruptuar, sepse nuk nisen dhe të votojnë gjithë në atë duke pasur standarde, vlera morale të larta etj. Domethënë ke plot shqiptarë që janë gatshëm të sakrifikojnë të ardhmen e vendit, madje edhe fëmijët e tyre për një cop vend pune mediokër në administratë. Ke plot të tjerë që nuk e kanë problem moral çështjen e vjedhjes, se është normale që politikanët do vjedhin e tjerë. Ke të tjerë pastaj që varet se si e arsyetojnë, se mund të thonë që do vazhdoj të votoj për socialistët se këta të tjerët nga ana tjetër janë edhe më keq se ata. Do të thënë ka shumë racionalitete të ndryshme. Nuk mendoj që drejtësia është dënimi i disa njerëzve e ndryshon në thelb çështjen e perceptimit të njerëzve ose vlerat morale të racionalitetin e njerëzve kur votojnë. Ajo që ndodh është kjo, që e bën më të vështirë korrupsionin dhe vjedhjen, kjo është e sigurt, sepse tashmë çdo kush që vjedh dhe llogarit që një ditë mund t'i dalin lakrat në shesh dhe mund të dënohet. Por nuk ndryshon racionalitetin e njerëzve, ndryshon thjesht e vështirëson procesin e vjedhjes. Ju lutem edhe diçka, në fillim të një mandati të 4 të kryeministit Rama, një opozitar mas 3 mandateve në opozitë, duke pritur të 4-tin, nga e hëna, duhet mendoj për të larguar apo të vazhdoj betejën? Flasim për një qytetar, një familje të shtresës mesme. Besoj që betejë do vazhdoj, aq më tepër që në Shqipëri ke plot njerëz militant të cilët praktikisht e shohin veten të paaftë për të gjetur një vend pune jashtë administratës. Janë njerëz që presin që të ikin socialistët që të vinë demokratët ose anasjelltas. Për këtë kategori njerëzish putja në punë në shtet, marrja një rrogë në shtet më saktë, se s'është çështja e punës, është çështja e rrogës, është aq e rëndësishme sa nuk mund ta lënë mbastore dhe besoj që angazhimi do vazhdoj. Por ajo gjë që mund ndodhi pastaj është që me shumë gjasa do fuqizohen grupe të tjera dhe në kampin e opozitës, grupi që ka më tepër probabilitet për të forcuar djathtas është mundësia e Gronsheajt, meqense Lapaj është pak a shumë pa në lloj orientimi ideologjik. Zoti Asimja, faleminderit shumë. Faleminderit.